Sot ditën e filluam me homazhet e varri e Adem Demaqit, simbolit të rezistencës, Mandelës son e Mandelës Evropian, i cili ka kaluar 28 vjet në burgjet e ish-Jugosllavisë të Serbisë, dhe të cilit sot ja shënojmë 8 vjetorin e ndarjes nga jeta. Dhe prej atje erdhëm këtu tek memoriali për policët të rënë në krye të detyrës, për nder të tyre. Dita e sotme përputhet me 15 vjetorin e vrasjes së Enver Zyberit, i cili po zbatonte ligjin e Republikës, po mbronte integritetin territorial, po garantonte siguri, paqe e të drejta për të gjithë pa dallim, por dora kriminale e strukturave të Serbisë qëlloi për vdekje mbi të. Me rënien e tij frymëzoi e inspiroi shumë policë të Kosovës që ishin në detyrë, por edhe të tillë që t'i bashkohen asaj. Përveç vrasjes së Enver Zyberit dhe të Afrim Bunjakut, policia e Kosovës përjetoi një goditje të rëndë pikërisht me datën 5 nëntor të vitit 2022, atëherë kur afër 550 policë të komunitetit serb u dërhoqën në mënyrë kolektive në veri të Ibrit me urdhër të Beogradit. Mirë po, qëllimi i tyre dështoi. Republika e Kosovës është më e sigurt se kur më parë, edhe për shkak se policia e Kosovës është më e fortë se kur më parë. Për këto 25 vjet, në krye të detyrës kanë rënë gjithsej 25 policë, dhe ne sot me mall, dhimbje, pikëllim i përkujtojmë që të gjithë ata, por njëkohësisht jemi edhe krenar se çfarë policësh ka shteti ynë dhe çfarë shembulli të mirë me vetë mohimin e tyre ata kanë dhënë për të gjithë zyrtarët policor, por do të thosha edhe zyrtarët shtetëror e qytetarët e Kosovës. Sot ditën memoriale të policëve të rënë në detyrë, sapo bëm homazhe pranë lapidarit të 24 policëve që ranë në krye të detyrës, duke dëshmuar përkushtim ndaj Republikës së Kosovës dhe ndaj qytetarëve të saj. Në mesin e tyre janë edhe Enver Zymeri dhe Afrim Bunjaku, të cilat ranë duke mbrojtur integritetin territorial, sovranitetin dhe kushtetutshmërinë.